Ekziston një optimizëm i kujdesshëm se një shumicë multilateralistësh mund të arrijë të riformsojë në mënyrë të qëndrueshme rendin botror. Kështu argumenton Patrick Winter, editor diplomatik i The Guardian, në një analizë mbi zhvillimet e fundit gjeopolitike. Ambasadori i Brazilit në Londër, Antonio de Aguiar Patriota, përshkroi së fundmi një botë të përballur me ngrohje globale, degradim mjedisor, konflikte të shumta, rritje të buxheteve ushtarake, shpërfillje të së drejtës ndërkombëtare, tronditje të tregtisë, dobësim të demokracisë dhe zhvillime teknologjike që ngjallin njëkohësisht entuziazëm dhe frikë. Megjithatë, sipas tij, nën sipërfaqe diçka po ndodh, diçka po lëviz. Patriot argumenton se në veriun global po krijohet një ndarje e re, nga njëra anë një superfuqi që vepron në mënyrë të njëanshme dhe nga ana tjetër një shumicë shtetesh që mbështesin bashkëpunimin ndërkombëtar. Sipas analizës së Patrick Winter në The Guardian, ideja se periudha e multilateralizmit amerikan mund të jetë drejt fundit po fiton terren. Vendet perëndimore po rishikojnë varësinë e tyre nga SBA-ja dhe po kërkojnë partneritete të ndryshme. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez gjatë një fjalimi në Kinë, tha se ajo që po ndodh sot nuk është transferim hegemonie, por shumëzimi i poleve jo vetëm të pushtetit, por edhe të mirëqenies. Ai e cilësoi këtë zhvillim si pozitiv, duke theksuar se progresi po shfaqet njëkohësisht në Azi, Afrikë dhe Amerikën Latine. Edhe në Evropë, ideja se dominimi amerikan po dobësohet nuk kufizohet vetëm te majta politike, ajo po reflektohet në Paris, Bruksel, Varshavë dhe Berlin. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka krahasuar vendimin amerikan për sulmin ndaj Iranit me gabimet strategjike të SBA-s në Irak dhe Afganistan. Në vend që të presim një ndryshim qëndrimi nga Washingtoni, shumë vende evropiane po pranojnë nevojën për të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre. Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar se vënia e vazhdueshme në dyshim e angazhimit amerikan ndaj NATO-s rrezikon ta zbrasë aleancën nga përmbajtja. Në Britani, edhe Komisioni i Dhomës së Lordëve për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe mbrojtjen ka paralajmëruar se niveli aktual i varësisë britanike nga SBA-ja nuk është më i qëndrueshëm. Sipas raportit, Londra nuk mund ta marrë mend si të mirëqen mbështetjen amerikane për sigurinë e Evropën lindore dhe në veriun e kontinentit. Zgjedhja sipas këtij këndvështrimi është që Britania dhe Evropa të marrin më shumë rol drejtues brenda NATO-s. Në skenën globale po rriten kërkesat që fuqitë perëndimore të heqin dorë nga përfaqësimi i tepërt në institucionet ndërkombëtare në favor të vendeve të jugut global. Kryeministri kanadez Mark Carney ka propozuar një grupim të fuqive të mesme. Kanadaja ka nënshkruar më shumë se 20 marrëveshje ekonomike dhe sigurie, përfshirë edhe me Kinën, për zgjeruar eksportet jashtë varësisë tradicionale nga SBA-ja. Nga këndvështrimi brazilian po krijohen koalicione të përgjegjshme, të bazuara në bashkëpunim mes rajoneve, kulturave dhe sistemeve të ndryshme politike. Ideja e një bashkimi evropian të mbrojtjes që do të plotësonte NATO-n po diskutohet gjithnjë më shpesh në Bruksel. Një strukturë e tillë do të përfshinte vendet e BE-s, por edhe Britaninë, Norvegjinë dhe Ukrainën. Analisti John Laff thotë se Evropa nuk mund të ndërtojë një sistem të besueshëm mbrojtjeje kundër Rusisë pa integruar Ukrainën. Sipas tij, Ukraina ka ushtrinë më të madhe konvencionale në Evropë e përvojë të drejtpërdrejtë në luftë me Rusinë. Ai thekson gjithashtu se Ukraina ka zhvilluar një industri të aftë dhe inovative të mbrojtjes, sidomos në fushën e dronëve. Transformimi nuk lidhet vetëm me sigurinë evropiane, ai prek edhe rendin ndërkombëtar në tërësi. Tom Fletcher, drejtuesi i programit humanitar të OKB-s, paralajmëroi se rendi ndërkombëtar nuk është në prag të kolapsit. Ai tashmë ka kolapsuar. Sipas tij, bota po kalon një krizë reale dhe jo një eksperiencë. Sekretarja e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Kalamard, e cilësoi vitin 2025 si vitin e grabitçarëve, duke përmendur shkelje të rënda të drejtave të njerëzit në Gaza, Ukrainë, Iran dhe vende të tjera. Mark Leonard, drejtori i Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë, argumenton se bota ka hyrë në një epokë çrregullimi. Sipas tij, problemi nuk është thjesht se rregullat po shkelen, por se ato po injorohen si të parëndësishme. Megjithse fuqitë që mbështesin veprime të njëanshme ruajnë ende ndikim të madh, Patriota vlerëson se ato po bëhen më të izoluara dhe po e kanë më të vështirë të imponojnë vullnetin e tyre. Një sekretar i ri i përgjithshëm i OKB-s mund të ketë mundësinë të shtyjë për reformimin e Këshillit të Sigurimit, i cili mbetet i dominuar nga fituesit e luftës së dytë botërore, Kina, Franca, Rusia, Britania dhe SBA-ja, në një botë ku besueshmëria e Washingtonit nuk merret më si e mirëqen dhe ku partneriteti me Pekinin nuk mund të përjashtohet, rendi global po hyn në një fazë të re. Sipas analizës së The Guardian, një dështim amerikan në Iran mund mos ketë simbolikën vizuale të tërheqjes nga Saigoni apo Kabuli, por pasojat e tij mund të jenë paq të gjera për politikën globale.